Ka nisur kampionati ping-pongut 2026 mes shkollave nëntëvjeçare të Bashkisë Shkodër. Aktiviteti sportiv po zhvillohet në ambientet e qendrës kulturore të fëmijëve Kujtimalia, duke mbledhur nxënës nga disa institucione arsimore të qytetit në një garë që synon promovimin e sportit dhe frymës së bashkëpunimit mes të rinjve. Jam funksionin një gjykatësi këtu në qendrën kulturore. Është një diçka interesante sepse për çdo vit verehet që ka ngritje cilësore. Do kampionat që zhvillohet këtu. Dhe kjo në fal të ndihmeve që japin edhe të tjerë. Pra është një sekretar i Federatës Ping-pongut Tonin Binosha që jep kushte për me bërë një kampionat shumë cilësor. Në këto kushte vetëm kampionatet kombëtare zhvillohen. Nësh nga vitet tjera do të zgjasin pak më shumë për t'i dhënë më shumë mundësi fëmijëve që të kenë më shumë ndeshje dhe në këtë mënyrë realisht të zgjellim më të mirët. Janë rreth 100 fëmijë të regjistruar deri në këtë moment, po na vijnë edhe tash në moment të fundit disa që nuk kanë mujt më regjistru. Minimalisht do të bëhen nga 4 ndeshje dhe ditën e premte do të përcaktojmë fituesat për secilin kategori. Ka nivel dhe fitof më i miri. Kampionati do të vijojë sipas kalendarit të përcaktuar organizativ, ndërsa pritet që përmes këtij aktiviteti të evidentohen talentet e reja dhe të forcohet angazhimi i nxënësve në sportin e ping-pongut si pjesë e edukimit fizik dhe jetës aktive.